bisedën e radhës, ora po shënon 8:17 minuta. Dhe në studio e kemi psikologën klinike Shqipe Vitia, e cila ka botuar librin të cilën e kam në dorë, Psikologji klinike, dhe po ashtu do ta keni edhe në ekran, shkenca dhe raste praktike në trajtimin e çrregullimeve mendore. Çka trajton dhe çka përmban ky libër? Pse bën këtë libër më të veçantë ndoshta në krahasim me libra të tjerë, cilat janë rastet prej praktikës, cilat janë rastet më të shpeshta dhe se si duhet t'i trajtojmë, për kë është dedikuar ky libër e shumë informata të tjera, do t'i ndojmë tash bashkë me mysafirën që tashmë e kemi në studio. Mirëmëngjesi Zonë, mirë se na jepën. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën, kënaqësi të jem në emisionin e mëngjesit dhe po ashtu në këtë studio kaq të bukur. Gjithashtu edhe për ne, faleminderit shumë. Nëse mundesh me na tregu pak për librin, çka trajton ky libër dhe pse pikërisht për këto tema, do të thotë, pse pikërisht këto raste i keni përsërit? Libri nga kopertina mund të reflektoj apo të jap një përshtypje që është dedikuar vetëm për profesionistët e shëndetit mendor, por ky libër është për të gjithë ata që din të lexojnë dhe është lehtë i kuptueshëm. Libri është i veçantë për shumë arsye, por dy më kryesoret do t'i përmendi unë tani. Së pari, libri është i ndryshëm në tërsinë e vet, nga botimet në gjuhën shqipe, në fushën e psikologjisë, pastaj nga përmbajtja e librit, nga aspekti i dizajnit, dhe po ashtu është i shoqëruar me raste klinike. Libri është i ndarë në 4 pjesë, ka gjithsej 24 kapituj, për secilin kapitull është i shoqëruar një rast klinik në strukturën më të veçantë. Në këtë libër Këto raste personale do të thotë me të cilat ju i keni trajtuar apo jo? Po, pikrisht, rastet janë të gjitha rastet të cilat raste suksesi po flasim, se jo çdo klient apo pacient që na drejtohet mund të jemi ne të suksesshëm. Kjo varet nga shumë arsye dhe ka shumë faktor brenda kësaj që mund të jetë një trajtim i suksesshëm apo jo. Të gjitha këto raste janë trajtuar nga unë dhe i kam zgjedhur me të thënë të drejtën raste më interesante që kanë që kanë lënë mbresa në kujtesën time. Po ashtu kanë qenë edhe rastet për të cilat e kam pasur një lloj dyshimi, sepse ajo mund e duhura për këtë rast apo jo, por tani me thënë të drejtën për kushtimi, për punën, dashuria për profesionin, dhimbja për njeriun, optimizmi dhe shpresa e kanë sjellë në dritë këtë libër. Është libri juaj i parë, apo? Po, është libri i parë. Dhe mendoni pastaj të vazhdoni edhe me libra të tjera apo jo? Po tani ky libri sapo është promovuar me datën 2 tetor. E kemi promovuar librin, kështu që tani ende nuk e kam shijuar me thënë të drejtën, apo ende nuk kam reflektuar me veten, sepse thjesht ka qenë një punë jashtëzakonisht e madhe. Sa kohë ju kam? Libri ishte një nga ëndrat e mia kryesore. Ëndër kjo e cila valvitej ditë e natë brenda kokës ime, por ende nuk isha gati të ulem dhe të shkruaj, sepse e dija, sepse edhe bashkëpunëtori im kryesor, botuesi, ka qenë profesori imi, i cili është Bardhyl Musaj, e kam e patjetër që ta përmend, e kam pas profesor në Tiranë, edhe kështu me thonë të drejtën, ai ishte personi i cili më nxiti, më përkrau dhe më shtyu që unë të ulem dhe të shkruaj, por jam me fat që e njoh dhe ai ishte personi bashkëpunëtori im kryesor. Libri ka marrë kohë rreth 1 vit e gjysmë, intensiv, thash bashkëpunimi me profesorin ka qenë puna me të sa e mirë, aq ka qenë edhe person që mbante limite kohore dhe ajo pjesa ishte bukur, kështu jo stresuese, nuk do ta them ashtu, sepse thash që libri nuk erdhi rastësisht te unë, apo kalimthi, libri erdhi me një punë dhe mund shumë të madh për kushtim.
mirë po erdhi me një guxim shumë të madh drejt meje. Ju e tha që i keni përgjedhur ato raste të cilat kanë lënë pak, kanë mbet në memorien, kujtesën, gjatë kohës trajtimit apo kanë qenë të veçanta në mënyrën se si janë trajtuar apo për çrregullimet në të cilat ju i keni trajtuar, po sa ka qenë e vështirë me i përgjedh këto raste në mënyrë që me bëu sa më qartë edhe për lexuesin. Libri është thjesht pika e dytë që ishte shumë kryesore, që thash libri është i veçantë, për shumë arsye, por dy janë më kryesore, të parën veç e thash, kurse e dyta është, unë kam përgjedh audiencën, lexuesit dhe përdoruesit e këtij libri. Ky libër është për studentët e psikologjisë, është për çdo njeri i cili mund të ketë një shqetësim me çrregullimet e shëndetit mendor. Libri është lehtë i kuptueshëm dhe është i qasshëm për çdo person. Rastet janë të thjeshta, të qarta, të kuptueshme. Se çka e bën tjetër më të veçantë këtë libër, sepse ka autenticitet brenda tij. Libri është shumë autentik, të cilat e bëjnë rastet konkrete, rastet klinike me të cilat unë kam punuar dhe i kam trajtuar. Dhe aty brenda librit ka disa letra të shkruara drejt meje, të shkruara nga pacienti, por në anën tjetër janë edhe të shkruara bukur që të kuptohen, sepse shpeshherë shkrimi i tyre nuk është që kuptohej shumë qartë. Kjo vlen edhe për të afërmit, të cilat po përballen me apo kanë një të afër me çrregullime të ndryshme. Libri çdo njeri që di të lexojë dhe këtë libër mund ta kuptojë. Është fare i thjesht, i kuptueshëm, është si një manual, si një udhërrëfyes për çdo person i cili mund të preket me shqetësime të shëndetit mendor. Na tregoni pak edhe për jetën tuaj profesionale. Do të thotë këto raste, a janë të shpeshta, a janë shtuar, çu shkon puna në klinikë? Vetë pasioni për profesionin të bën me kuptu, sepse mendoj që në sytë e mi shihet ajo energjia që unë i du njerëzit shumë, dua që t'ju ndihmoj, dhe puna ime nuk është vetëm një profesion, por është një mision, dhe misioni im është që t'i ndihmoj njerëzit të cilët preken nga çrregullimet e shëndetit mendor, që fatkeqësisht në kohët e fundit është shumë e shpeshtë, apo më mirë të them që popullata është vetëdijsuar që t'i trajtoj këto çrregullime dhe t'ju adresohet profesionistëve të fushës përkatëse, por është thjesht është pasion, është dashuria për njerëzit. Të dëgjuarit me dashuri është, thjesht të dëgjuarit aktiv është dashuria më e madhe që mund t'i falim një njeriu. Prandaj kjo e bën të veçantë punën. Dhe shpeshherë them që jo që është e lehtë, por kur ti je e apasionuar mbas punës, edhe puna ecën shumë lehtë, qëllimi është i mirë. E rëndësishme është që unë dua t'i përshëndes të gjithë ata njerëz që ma besuan, historinë e tyre, vuajtjet dhe shqetësimet të cilat i kam mbajtur brenda vetës, dhe një ditë kam vendosur që të vinë te psikologu dhe t'i shpalosin të gjitha ato dhe të vinë deri te faza e trajtimit që ata të jetojnë jetën, sepse jeta është shumë e bukur. Jeta është shumë e bukur që ta shijojmë çdo moment që ne jemi. Do të thotë edhe keni kontaktu paraprakisht para se me i shkryt raste të tilla? Po rastet, ka aty raste që janë edhe shumë moti, që do të thotë që dua ta ceki, rastet janë konfidenciale, kuptohet, emrat janë të ndryshëm, por ngjarja është autentike. Me disa jo me i tregu as inicialet, as emrin e vërtet, nuk dihet kush është, megjithatë rasti ka ndodhur dhe është i vërtet. Rastet janë të gjitha autentike. Ka pas raste kur më kanë thënë që të lutem vendose emrin tim sepse nuk e vraj mendjen, por etika profesionale nuk na lejon, pavarësisht që ai po ndihet i tillë dhe entuziast për ta bërë një gjë të tillë, por fakti që ne jemi profesionist dhe etika profesionale, konfidencialiteti është gjëja më e rëndësishme brenda profesionit të psikologut. Etika po ku pastaj zemra, mendja, jeta personale sa po ndërlidhen me këtë profesionale, çush kanë ndikim rastet cilat ju i trajtoni te jo dhe në jetën tuaj të përditshme? Okej, shumë është pyetje e lezetshme, se shumë edhe pacientët ma thonë, a lodhësh ti ndonjëherë ose a të ndikojmë ne te ti?
po vetë fakti që punoj më shumë se një dekadë, po në bitë të gjitha unë kujdesëm jashtëzakonisht shumë për vetën, jam shumë tip sportiv, ushtroj, vrapoj, meditoj, lexoj. Të gjitha këto kërkesa që i kam drejt një pacienti që është i ullur përballë meje, unë ja sqaroj që të gjitha këto, të gjitha këto unë i aplikoj për vetën time, që do thotë dalë për ecje, ushtroj në palestër, lexoj, meditoj, shkruaj si fundihem, sepse në fund ditës njerëz jemi, pavarësisht që jemi profesionist, po në fund ditës jemi njerëz. Vetëm se dallimi mes meje dhe tyre është se unë diti menaxhoj ndjenjat dhe emocionet, kurse ata janë ende në këtë fazë. Në hapa drejt, po. Po, megjithatë po jetoni një stil të jetës së shëndetshme, do të trupi shëndetshëm edhe mendje e shëndoshme. Në këtë rast edhe uroj që t'ju kenë si shembull edhe të tjerët, edhe ata të cilët po na dëgjojnë këtë intervistë dhe ata të cilët vinë dhe rrëfehen si pacient tuaj, në mënyrë që të motivojnë edhe të fillojnë këto hapa dhe të praktikojnë këtë stil të jetës së shëndetshme. Shumë e rëndësishme, sepse çdo herë kur kemi edhe doktor në studio e potencojnë këtë. Po, shumë e rëndësishme, sepse vetë profesionisti duhet të jetë një shembull i mirë që të udhëzoj pacientin që ai të krijoj një stil të jetesës dhe parimisht ju ndihmoj që ta krijojmë bashkë, ne thjesht ta organizojmë ditën, sepse e kam pak të vështirë të organizojnë, e kanë të vështirë të dalin nga zona e komfortit me cilën kanë jetuar ndër vite, por bashkarisht, prandaj i falenderova dhe e potencova pak më lartë që i falenderoj të gjithë ata njerëz për besimin që e kam bërë drejt meje, sepse duke e besuar profesionistin dhe mund të ndihmosh edhe vetën. Po që e kundërta është shumë e vështirë, është shumë e vështirë. Ne folëm kush është lexuesi, kush mund të jetë lexues, po ku munden me gjetë lexuesit këtë libër? Si që thamë, libri është i sapo promovuar dhe ende nuk kemi bërë marrëveshje me ndonjë librari, sepse s'kisha kohë, ishte e ajte, e premte, e shtunë e dillë dhe sot jam këtu. Faleminderit juve për ftesën, por librin parimisht e kemi në ordinancën tonë, që mund të na shkruajnë njerëzit dhe ta gjejnë. Perfekt. Pak të një adres, një kontakt. Po, e kemi në ordinancë librin, po ende nuk është që kemi bo marrëveshje me librariat në Prishtinë, Shqipëri, në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni edhe. Por ndryshe në promovim kishte mjaft shumë njerëz që më kanë nderuar jashtëzakonisht shumë dhe ju jam mirënjohëse të gjitha atyre që kanë ardhur edhe nga bota perëndimore dhe nga rajoni po ashtu. Parimisht kjo, si që thash më herët, kjo ishte një ndër ëndrat e mia që unë dëshiroja të bëj realitet. Qysh ishte reagimi i tyre dhe qysh e pretën librin? Çka kem fjalët më të mira të cilat i ke marrë? Fjalët më të mira ishin bravo, ke bërë diçka të veçantë. Nuk e di se si tingëllon të kjo të veçantë kur ende nuk i kishin lexuar, ende nuk i kishin pasur në dorë, por ndoshta vetë energjia cilën reflektoj unë e bën më të veçantë. Pse? Sepse gjysma e sallës kanë qenë klientë të mi, apo kanë dëgjuar, gjithë kanë marrë pjesë aty, dhe kjo më ka bë me undi e veçantë dhe mjaft e lumtur për punën. Kështu që, siç e thash më përpara, dashuria për profesionin është e pakushtëzuar, është e pakushtëzuar. Si që thot Scott Peck në librat e tij që unë ka menduar për pacientin edhe kur ai u largua prej meje, dhe unë shpesh herë kur i them pacientit që unë ka menduar mbrëm për ty, si ke menduar, është e mundur që ti ke menduar edhe mbas seancës për mua, po sepse thjesht për mua është e rëndësishme që të ketë numër të shërimeve, jo numër të pacientëve asnjëherë. Uroj që ti të ashtu dhe uroj që kjo mos të jetë libri i fundit i juaje, të jetë një vazhdimsi i librave të tjerë. Ju përgëzoj po ashtu shumë për punën edhe shumë kënaqësi që ju patëm këtu në studio. Faleminderit shumë për ftesën, edhe për mua ishte një kënaqësi e veçantë dhe një energji e jashtëzakonshme këtu. Unë tërheq shumë energjitë e mira dhe jam shumë e apasionuar pas njerëzve që më japin energji të mirë dhe disa informata për librin ishin shumë të rëndësishme. Libri është një manual, një udhërofyes për secilin që mund të ketë shqetësime të shëndetit mendor, ta njoh parimisht aspektin psikologjik, pastaj t'i drejtohet dhe psikologët. Edhe të profesionistit. Faleminderit edhe një herë, kënaqësi. Faleminderit edhe nga ju.